Përshëndetje, jemi në podcast, jemi në Radar. Ditën e sotme do të flasim për historinë dhe se si më mirë do të flasim për tematikat e popullit të lashtë shqiptar, sesa me një nga studiuesit më të mirë të historisë që kemi, zotin Arben Kraja. Zoti Kraja, faleminderit shumë që pranuat ftesën dhe jeni me ne. Faleminderit juve për ftesën. Do nisim me Ilirët, me rrënjët tona. A ishin Ilirët një federat fisesh të pavarura sipas jush, apo një strukturë ndoshta më organizuar shtetërore se sa mendohet sot? Atëherë, të flasësh për Ilirët duhet jo një emision, por duhet një vit I tërë kalendarik, sepse Ilirët janë jo vetëm ato që ne mendojmë në vendin tonë, në trojet shqiptare të sotme, jo vetëm ato të Bregdetit perëndimor të Ballkanit të sotëm që ishte në atë kohë quhej Gadishulli Ilirik, por Ilirët ne kemi të përhapur pothuajse në gjithë kontinentin evropian. Ato ishin pasi ditë që ishin trashëgimtarët direkt të pellazëve, të atij populli që quajnë mitik, por në fakt ishte një popull realisht që ka jetuar, dhe duke qenë trashëgimtarë direkt të pellazëve, ato banonin pjesën pothuajse të gjithë Evropës jugore mesdhetare, dhe kishin zgjerimin e tyre sigurisht në Itali, në gjithë Gadishullin Ilirik, deri sipër në Austri, në Zvicër, në Grigjoni, në Moravia, në Zlezia, në Alto Adige, në gjitha zonat ku jetonin ato. Asa në zonën e Austrisë kemi një lokalitet të vogël malor që quhet Holstadt, është një lokalitet shumë I bukur edhe sot, shumë turistik. Në atë qytet të vogël është edhe një muze që ka një pasuri arkivore brenda dhe arkeologjike prej 7.000 viteve deri në ditët e sotme. Dhe aty gjendet gjithë gjeneza e jon, gjithë gjeneza e Ilirëve të lashtësisë, sepse aty është dokumentuar që në shekullin e 12 para Krishtit, pra bëhet fjalë për 3200 vjet përpara, Ilirët ishin të parë që hynë në epokën e hekurit, sepse deri në atë kohë ishte periudha e bronzit, siç e dimë. Dhe duke kaluar në periudhën e hekurit, Ilirët I dhanë një hovë mbase 1000 vjeçar gjithë kontinentit tonë, gjithë evropianëve të antikitetit. Dhe kjo është një meritë e tyre pa diskutueshme. Bile në atë qytet janë dhe minjerat e Kripës, pasi dimë që Kripa në atë kohë që prodhoi në det për të arritur deri në mbretërinë të kontinentit evropian, për të arritur deri në Gjermani apo në Austri apo më tej, donte një shpenzim shumë të madh për arsye se transporti në atë kohë e dimë që bëhej nëpër male përmes kafshëve, përmes gjithë problematikave të kohës, dhe Kripa ishte shumë e shtrenjtë, Kripa detit, dhe prandaj ato patën genialitetin e tyre që të bëjnë për herë të parë minjer e Kripës në Europë. Dhe këto minjera dhe sot gjenden akoma në punë, është shumë e bukur në këtë qytet që quhet Holstadt në Austrinë e Alpeve austriake. Dhe nëse I referohemi, vazhdojmë të flasim për Ilirët, ne duhet të sjellim në kujtesën tonë dhe atë përplasjen e madhe mes titanëve që ndodhi në luftën e Trojës. Sipas shumë historianëve të sotëm, arkeologëve, historianëve, kërkuesve të sotëm, po bëhet dyshim nëse ajo Troja e vjetër gjendej me të vërtet në Turqinë e vogël, pra në Azi, në pjesën e Anadollit, apo gjendej Gjetiu. Aq sa Felice Vinçi ka dërguar atë gjendjen e Trojës lashtësisë deri në zonat e Skandinavisë. Prandaj është legjitime që ka shumë historianë dhe arkeologë të sotëm, të cilët po e atestojnë në një zonë diku mes Adriatikut dhe Jonit, që nuk është I çuditshme që të jetë dhe diku midis Shkodrës dhe Lezhës, apo njëra nga këto dy qytete, me shumë gjasa edhe mund të jetë, për arsye se vetë shpjegimi I Homerit tek libri I tij Iliada dhe nga emri I vetë librit, ne kuptojmë që aty është një më tepër se një luftë romantike midis personazheve të krijuara në shekullin e 3 mbas Krishtit. Në kohën e Homerit, kur tregon Homeri në shekullin e 8 para Krishtit, aty me shumë mundësi kemi pasur personazhe të tjerë, popuj të tjerë që luftonin mes tyre, grupime, fise, të cilët ishin në rivalitet për të pasur supremacinë e përgjithshme. Dimë që në shekullin e 12 para Krishtit, Gadishulli Ilirik ishte I gjithë I
nën urdhërat e mbretit më të fuqishëm që kanë pasur ilirët në atë periudhë, që ishte mbreti Ylli. Dhe vetë kjo përplasje për hegemoni mes fisëve të ndryshme që Ylli kishte mbajtur nën zotërim, mbas vdekjes së tij, trashëgimitarët e tij nuk arritën ta mbanin më mbretërinë e madhe ilire, dhe kjo përplasje titanike midis fisëve ilire në shekullin e 12 para Krishtit duhet të kenë sjellur dhe ndarjen midis tre komponentëve të njëjtit popull që u ndan në tre mbretëri. Ajo ilire, përfshirë dhe Dardanët që ishin zanafilla e mbretërisë ilire në atë kohë, dhe dy mbretëri tjera poshtu pellazgjike të njëjtit gjak me ilirët që ishin ato Maqedone dhe ajo Epirote. Vetë emri Iliadës, nëse ne arrim që të bëjmë atë ndarjen midis rrokjeve të fjalës së ndërtuar, nga vetë mesazhi që donte na përçonte Homeri në atë kohë, emri vetë ishte Iliada. Pra vetë mbretëria e Yllit. Mbretëria e Yllit që nuk arriti të qëndronte e bashkuar siç ishte në kohën e tij, trashëgimtarët nuk arritën ta mbanin të bashkuar dhe Iliada. Pra vetë fjala, po ta përkthejmë me gjetnishtën e sotme që ishte në atë kohë gjuhë e Gjenezës, pasi në shqipja dim që jo vetëm që ishte në atë kohë flitej mbas të gjithë toponimive që mbas e do i kalojmë në mënyrë të shpejtë pastaj, por kemi dhe shkrimet ilire, për cilat flitet shumë pak, të cilat dhe ato do i diskutojmë më tej. Por vetë emri Iliadës është Iliada, pra Ylli është ndar, mbretëria e Yllit është ndar, u përqa dhe për çështje rivaliteti u ndërtuan tre mbretëri. Unë po atë fundit kam qenë në Katar, në Doha, në kërkim të një letre që me shumë gjas i atribohet Aleksandrit të Madh të Maqedonisë, një mbretit të Maqedonisë, një shqiptarit antik. Mbase shqiptari më i madh, të themi antik i asaj periudhe. Zoti Kraj, meqense dolet këtu, sepse na dolet pikërisht në shteg, pyetja e radhës shkonte drejt këtij drejtimi, pra drejt Aleksandrit të Madh të Maqedonisë. Por sa shqiptar ishte, ka shumë pretendime që ishte autokton Maqedonas, përjardhje greke, flitet pak për përjardhje ilire dhe shqiptare. Atëherë, Mario, unë kam përmendur dhe në një konferencë që kam pasur kohët e fundit këtu në Itali, kam dhënë një krahasim shumë të vrasht, por për të kuptuar njerëzit se sa të pa drejta thohen mbi të kaluaren, pra mbi origjinën e Aleksandrit të Madh, aq sa kanë dalë në konkluzion që ai ishte grek, aq sa evropianët e sotëm janë kinez. Pra kjo është një simbologji që unë kam përdorur për të argumentuar dhe për të goditur fort në atë trillim historik që është ndërtuar shumë më vonë për ta cilësuar të figurë të madhe të antikitetit, për ta cilësuar atë si një grek. Po të themi në analizën e familjes të tij, që është përbërë nga babai i tij Filipi II dhe nga nëna e tij Mirtela, atë që e quajnë Olimbi. Olimbi e quajti për herë të parë, e quajti Filipi II, ishte një noft që i vuri, për arsye se i dhanë të drejtë në atë kohë ato fiset helene për të marrë pjesë në lojrat olimpike Filipit të II nga Afrika që kishin nga ai, dhe i dhanë për herë të parë ato bën një dekret të cilët lejonin mbarrjen pjesë të një mbreti barbar, dhe kjo është vërtetësi historike, në lojrat olimpike. Atletët e Filipit të II dolën fitimtar dhe ai për nder të kësaj fitore të madhe e quajti nënën e Aleksandrit të Madh, Mirtelën, e quajti Olimbi. Dhe Mirtela, emri i saj vet, ajo ishte Epirote, ishte nga fisi Molosëve, motra e një mbreti Aleksandrit tjetër që ishte mbreti i Epirit. Ajo sigurisht që ishte absolutisht jo greke, dhe çdo edhe enciklopedit më serioze sot evropian, duke filluar nga Cambridge dhe më tej, e cilësojnë si një epirote, një shqiptare antike. Pasi dhe vetë emri i saj, kur lindi Mirtela, ishte pikërisht momentet kur i vdiqi Jati, që ishte mbreti i Molosëve në atë kohë, dhe i vurën të emër Mirtela, pasi e la mirë, pra të shëndetshme në jetë. Pasi të kujtojmë që në atë kohë, në antikitet, emrat nuk vendoseshin rastësisht.
ato kishin gjithmonë duhet të kishin domethënie, lidheshin me një eveniment apo lidheshin me një arsye apo një çështje atmosferike, një çështje kohore, një çështje shëndetësore. Pra kishte apo një çështje fisnore. Dhe për këtë gjithmonë kishin një emër të shpikatur që i bënte revokim asaj gjëje për cilën ato ja kishin bërë. Pra Mirtela ishte pa diskutim Epirotët dihet dhe Epirotët kanë qenë në mënyrë të padiskutueshme të njëjtit gen, të njëjtit gjenom, pasi dhe analizat e fundit të mapaturës gjenetike i atestojnë Epirotët të njëjtës racë ilire, të njëjtit popull ilir. Pra nga ana nënës nuk diskutohet që ishte shqiptar, pra shqiptar antik. Nga ana e djathtit Filipi II nuk ka pas lidhje fare me grekët, ajo si thua familja tim mbretërore bëri ca tentativa për t'u afruar në atë kohë me grekët, pasi ishte me helenët, në fakt, sepse nuk duhet të përdorim ne grekët e thjeshtojmë ndonjëherë, pasi grek i quajtën për herë të parë romakët, dhe këtu flasim për kohën e Aleksandrit të Madh, kur akoma Roma ishte thjesht një republikë e vogël. Dhe nga jati pra kishte një tentativë të familjes mbretërore për arsye se të jemi të sinqertë. Helenët patën atë momentin e tyre të kulturës, të qytetërimit, për cilën absolutisht bën atë figurën e tyre të jashtëzakonshme në atë periudhë dhe patën një moment historik shumë të lavdishëm. Të jemi të sinqertë, nuk ka nevojë të mshehemi mazgjishtit. Ne duhet të themi të vërtetën për këdo, përfshi grekët, maqedonët, romakët dhe ilirët. Pra në atë moment kur ato ishin në momentin më kulminant të tyre, atë vetë Filipi II kishte një farë tentacion, kishte një farë joshje, një farë tërheqje gravitacionale nga kultura helene, por kurse si nuk ishte familja e tij e gjakut apo e trashëgimisë helene. Dhe këtë e thojnë më së miri vetë figurat e shquara i greke, siç ishte Demosteni. Demosteni e quante një mbret barbar të një populli barbar, që kur e mallkonte që t'i binte rrufeja, pasi ai helenët i pushtonte dhe i sklavronte. Po të njëjtën gjë i bënte Isokrati. Isokrati ishte një tjetër figurë e jashtëzakonshme e qytetërimit helen, i cili e mallkonte hapur Filipin e II, duke i thënë që ti popull mbreti një populli bari, një populli primitiv, të bëj thirrje, të kthehesh nga helenizmi, sepse helenizmi është ndriçimi, është e tjerë, vazhdonte retorikën e tij, oratorinë e tij më mirë për të themi. Dhe Isokrati pra ishte një figurë e jashtëzakonshme. Të gjithë këto atestojnë që në mënyrë absolute nuk kanë qenë asnjëherë maqedonët si popull të fisit dhe të etnosit helen. Po ashtu siç kemi dëshminë e Polibio. Polibio është një historian më të mëdhenj, një që i kishte ilirët i detestonte, i kishte inat shumë ilirë, sepse ilirët pushtonin në mënyrë vazhdueshme ato ishit e qyteteve greke, helenet asaj kohe, por mi të gjitha i urrente në mënyrë patologjike Epirotët. Ai quante Accozzaglia di gente. Këto janë gjitha dorëshkrimet që kam gjetur në bibliotekat e Vatikanit. Pra Accozzaglia di gente, do të thënë shpifstirat e njerëzimit, e barbarët e Epirot. Pra në qoftë se ishin gjithmonë barbarë, në qoftë se ishin gjithmonë pra të huaj, ishin kaq të urryer nga helenët atëhershme. Si është e mundur atëherë që një pinjoll i kësaj familje, siç ishte Aleksandri i Madh, të bëhet grek? Pse Aleksandri i Madh kur Olivia apo Mirtelaja, që ishte emri i saj vërtet, kur ishte në konflikt me tjatin e tij Filipin e II, që e dim që kishte ajo përplasja e madhe me Filipin e II që e përzuri nga obori mbretëror, ku e çoi të strehoj në qytet-shtetet greke, e çoi në Athinë, jo, e çoi në oborin mbretëror të Ilirisë. Se ishte lidhje shpirtërore, ishte lidhja fisnore në atë kohë, atëherë nuk ishte lidhje kombëtare, por kishte lidhje të fortë fisnore, ishte lidhje të fortë të përkatësisë, të gjuhës me të cilën merreshin vesh, kishte shumë lidhje të forta. Dhe Aleksandri e dim shumë mirë që vendet më të para që dogji dhe shkatroi ishin ato qytet-shtetet greke. Ai e dogji e përcolloi fare Athinën, ai dogji e përcolloi fare dhe Tebën, që është e pamundur që ne të arsytojmë që Aleksandri i Madh ishte një grek antik apo një helen antik.
në mënyrë absolute. Kjo është vërtetësia historike. Pastaj nëse ne sot vazhdojmë edhe japim kredenciale atyre që na kanë shkruar historinë tonë, pasi ne të kujtojmë që ato që pretendojnë që Aleksandër i Madh, Piro, kohët e fundit dhe Gjergj Kastrioti janë grek apo janë helen, ato janë që kanë shkruar historinë tonë deri më sot në mënyrë abuzive, në mënyrë të fshehtë, në bashkëpunim të plot me struktura të qëllimshme kudo në territorin tonë shqiptar. Dhe kjo është e vërteta që ne duhet na bëj, na vras për brenda. Pasi ne duhet kemi sot e kësaj dite, duhet kemi ministra kulture, ministra arsimi, pa i vënë gishin askujt. Por këto 100 vitet e fundit, ne duhet kishim pasur ministra kulture, ministra arsimi, që nuk duhet i zënë të gjumi natën për të shkuar, për të gërmuar, për të nxjerrë në dritë të vërtetat tona historike dhe për shkruar historinë e Shqipërisë ashtu siç është. E vërtet, në dritë të diellit, dhe jo një histori e shkruar nga qarqet qëllimkeq që në Beograd dhe po na thin, dhe kanë shkruar ato me të dyja duar dhe na kanë dhënë ne për ta lexuar. Dhe fatkeqësisht kjo histori vazhdon prapë të mësohet sot në shkollat tona. Dhe ne duhet fillojmë që nga shkolla që të transmetojmë historinë tonë të vërtetë që është e jashtëzakonshme. Por ajo që kanë shkruar të tjerë është gjithmonë në favor të tjerëve. Prandaj vetë në dyshim dhe një figurë kolosale siç është Aleksandri i Madh i Maqedonisë, pastaj vetë në dyshim një figurë e madhe jashtëzakonshme si e Piros, që vetë Piroja kur lindi kishte dhe një emër krejtësisht shqiptar. I ati i tij në atë moment i kishte pasur humbjen e një sër fëmijësh, pasi ishte një epidemi e madhe që kishte goditur Epirin. Dhe kur lindi Piro, ai rrinte një kokë dhe janë dëshmitë e kohës që ai thonte të birit, të lutem pi dhe ro, pi dhe ro, pi ro dhe i mbeti Piro, nga dëshira që kishte jati për t'i dhënë jetë i fëmijë, për të qenë një trashëgimtar më në fund, sepse kishin vdekur një dozinë dhe kalamaj vetëm nga epidemitë që ishin, se datë kuptoj, nuk kishte vaksinime, nuk kishte kura të ndryshme. Dhe kishte këtë pra fëmijën vetëm që ai lindi në atë kohë dhe ishte i dëshpëruar. Piro, dhe rojti me të vërtet Piro, dhe u bën mbreti i Epirit tonë. Zoti Kraja, do ndalemi më pas tek figura e Piros më gjërësisht, por duke referuar sërish Aleksandrit të Madh, është e vërtet që fushata e tij e parusharake ishte kundër ilirëve dhe a i konsideronte ai ata si një kërcënim të madh? Atëherë, atë që thash dhe më parë, kur u bëhe lufta e madhe e Trojës, në gjykimin tim ishte aty që mori zënafill ndarja midis tre mbretërive të fuqishme, ajo ilire, ajo maqedone, ajo epirote. Kur them ilire, përfshidh atë Dardane, pasi ishte ishin kushërit të afërt njëri me tjetrin. Dardanët dhe ilirët, pra, sepse Dardanët vetë ishin një fis ilirë. Jo se ishin më pak maqedonët dhe epirotët, por ato kishin marrur, si thua, një tjetër drejtim në periudhën kur flasim në shekullin e 4 para Krishtit, kur bëhet fjalë për Aleksandrin e Madh. Ai luftën nuk është se e bëri me ilirët sepse ato i urrente. Ai kishte jetuar në oborrin mbretëror të ilirëve, ishte rritur aty, kishte marrur artin ushtarak. Pra ai e bëri për atë sepse kishte nevojshmëri që të siguronte kufirin verior. Ai në atë kohë ishin dy mbretërit, njëri me tjetrin që ishin të fuqishëm në mbretërinë ilire, që ishte Glauku dhe Kliti i Ilirisë. Pra këto që të dy donin që të zgjeronin hapësirën e tyre jetike drejt territorit maqedon të asaj kohe, kaluan liçenin e Ohrit të sotëm dhe shkuan drejt Liknidit, pra Liknidit të atëhershëm, dhe shkuan drejt territorit të Maqedon. Dhe në atë kohë ai nuk kishte rrugë tjetër, duhet që t'i ndalte sepse ai e kishte ndarë mendjen që të bënte fushatën drejt lindjes. Pasi kishte nënshtruar përfundimisht qytet-shtetet greke, pasi i kishte vënë në hyshpin e tyre përfundimtar, ai donte të siguronte që nuk do kishte probleme nga ilirët. Dhe prandaj ndodhi përplasja me Klitin dhe me Glaukun. Kliti nuk u vra aty sepse ka shumë thënie që u vra, ai nuk e ndoqi për ta vrarë, por vetëm në Pelio ai fitoi betejën në Pelio dhe ilirët në atë kohë u tërhoqën dhe bën një pakt. I furnizuan ushtar për fushatën e tij që do bënte në linjën e mesme dhe më tej pastaj drejt Indis. Pra nuk ishte një luftë
deri në gjakun e fundit, siç bënte ai me grekët që i rrafshonte gjithë dhe i vendosnin nën sundimin e tij. Ndërsa me ilirët ai nuk bëri gjë tillë. U përplas, pati betejën e parë humbi dhe fitoi të dytën, pasi ilirët nguruan që ta sulmonin më tepër, dhe Glauku së bashku me Klitin u tërhoqën në ogorin e tyre mbretëror dhe vun paqen mes tyre. Pra nuk ishte një luftë, përsëris prapë si thua deri në urrëtie, deri në përplasje definitive. Por ishte thjesht një si thua një paqe për të pas siguri për fushatën që do bënte dhe për siguru kontingjentin i lirë që do shkonte për ta ndihmuar në luftën që do bënte ai drejt Persisë. Zoti Kraja, ju e përmendët paksa, është e vërtetë që e vetmja humbje e Aleksandrit të Madh ishte pikërisht ndaj këtyre dy mbretërve të mëdhenj ilirë? Po, është më së vërtetë. Kjo ishte vetmja humbi të parën, por e fitoi të dytën sepse nguruan qoftë Kliti, qoftë Glauku, nguruan për të vazhduar ndjekjen dhe sepse nuk i kishin atë ta përsëris prapë, nuk kishte ajo si tu rrejtja e brendshme, ato njiheshin njëri me tjetrin. Pra në atë moment ato nalen, ai përfitoi në luftë, pastaj dihet edhe midis dy klaneve fisnore të njëjtit popull, sidomos në ato kohë, ka pasur një rivalitet të madh mes tyre, gjë që ka bërë me fjalë që të risulmonte dhe fitoi të dytën. Ndërkohë që jemi tek Aleksandri i Madh, unë nuk mund të vi pa përmendur mësuesin e tij personal, që është diçka shumë interesante për një figurë të jashtëzakonshme që është Aristoteli. Aristotelin shumë historian të antikitetit e kanë cilësuar që jo Helen dhe janë të dhënët e kohës, por sot dhe atë e kanë futur në familjen e atyre të rekrutuarve, të blerëve, dhe kanë blerë dhe atë pa çmim, sepse ishte pra Aristoteli ka ndruar jetë prej 2000 sa viteve, kështu që pa çmim pa e kanë futur në oborin e tyre të marrë në mënyrë abuzive grekët e sotëm. Për arsye se Aristoteli ka dëshmitë e tija personale, kur ishte në shkollën e Platonit në Athinë, ai studionte atje së bashku me athinasit e tjerë, së bashku me nxënës të tjerë, studentë të tjerë që ishin dhe ato Helen, por ato nuk paguanin asnjë taksë për qëndrimin e tyre në Athinë, pasi ishin shokët e tij të klasës të tij ishin Helen. Ndërsa ky duke qenë i huaj, duke qenë një varvaros, duke qenë një huaj, ai paguante taksën e lejeqëndrimit. Pra ishte i vetmi që paguante taksën e lejeqëndrimit sepse ishte i huaj në Athinë, pra nuk ishte një Helen. Pra kjo është një shumë simpatike, pasi duhet të kujtojmë një fakt tjetër që e lidh me një filozof shqiptar që ne e njohim shumë pak në Shqipëri, por që është një filozof që ka bërë historinë në Itali, historinë të themi të filozofisë të antikitetit, por që ka shkruar dhe përkthyer dhe interpretuar mes shekujve të 15 dhe 16. Në kurriz të këtyre dyre shekujve, ai ka jetuar në Venecia, quhej Niccolo Tomeo. Niccolo Tomeo, apo ne i themi dhe në Shqipëri Nicola Thomai, i thojmë në Shqipëri, Nicola Tomeo, Nicola Leonico Tomeo, quhej emri i tij plot i latinizuar, arriti që të përkthente disa pasazhe të pakuptueshme që edhe Erasmus i Rotterdamit nuk ishte arritur që ti kuptonte, ti deshifronte këto pasazhe të tëra të Aristotelit që vinin nga antikiteti. Tomeo apo Nicola Thomai, ky filozof i shquar shqiptar, me familje që vinte nga Durrësi dhe ishin vendosur në Venecia, arriti të përkthente krejtësisht këto pasazhe që ja kishte kërkuar dhe Erasmus me shqipen e asaj periudhe, me shqipen e shekullit të 15-16. Pra ky ishte bashkosh pak mas Skënderbeut, pak kohë mas herit ton kombëtar Gjergj Kastrioti Skënderbeut. Pra Niccolo Tomeo është një figurë gjigante këtej për filozofinë në Itali, ka qenë rektor i Universitetit të Padova dhe përkthyesi më i mirë i Aristotelit. Pra ai përdori shqipen e asaj periudhe për të përkthyer Aristotelin. Imagjinojmë se sa ishte grek Aristoteli. Por të kthehemi dhe diçka tjetër që është dhe kjo shumë kurioze. Në vitin 1993, kur isha gazetar në Shkodër,
Unë kam intervistuar në atë kohë një profesor të nderuar që ishte Gjon Shllaku. Gjon Shllaku ka qenë përkthyesi i Iliadës dhe Odisesë. Ishte njohësi më i mirë që ka pas Shqipëria mbasi gjitha kohërave të gjuhëve antike, të antikitetit. Dhe kur e pyeta nëse kishte gjetur vështirësi në përkthimin e Iliadës, ai më tha tekstualisht: "I dashur Alban, nuk e pata të vështirë, pasi përktheva nga gegnishtja e vjetër në shqipen e sotme." Pra, në gjykimin e tij, të këtij kolosi të gjuhëve të antikitetit, ajo ishte vepra e Homerit, ishte e shtuar në gegnishtën e lashtë. Pra, imagjinojmë ti se sa kemi ne tash të bëjmë sot me etnosin e ri grek, që është krijuar shumë më vonë, ta kujtojmë që emri grekullan nga romakët, okay? Dhe komponenti helen, dim dhe këtë, se është shumë e rëndësishme, mbas shekullit të tretë mas Krishtit, komponenti helen është asimiluar krejtësisht pasi nuk dëgjohet më, nuk ka asnjë dorëshkrim, nuk ka asnjë libër, nuk ka asnjë qasje në ambientet intelektuale evropiane të mas shekullit të tretë mas Krishtit, ku të flitet për helenët e kësaj periudhe, nga shekulli i tretë mas Krishtit deri në shekullin 19 mas Krishtit, kur i thanë, shiko, ju jeni helenë të dikurshëm, dhe ato e pranuan, sepse në fund të fundit ishte një privilegj për që në ato helenët e dikurshëm që patën atë momentin shumë të ndritur, pasi ato erdhën ishin në popullsitë e fundit që erdhën në Ballkan, të kujtojmë, në Gadishullin Lirik, ato erdhën në shekullin e 8 para Krishtit. Helenët kanë ardhur shumë vonë, krahasim me popujt autokton, me pellazgët që ishin në atë kohë ilirët, siç e thash, ishin në shekullin 12, ishin hyrë në epokën e Heburit. Pra, sundonin gjithë pjesën mesdhetare të kontinentit tonë, Gadishullin tonë Ilirik pa diskutim, po ishin deri sipër në Austri, Moravia, Zlezia, Bohemia, deri në Grigjoni, në Austri e tjerë. Pra, në atë kohë, bëhet fjalë për luftën e Trojës në shekullin e 12, okay? Në shekullin e 12 dhe zbulimi 11-12, zbulimi i hekurit nga ilirët në Hallstatt të Austrisë, dhe helenët erdhën për herë të parë në shekullin e qasëm në Gadishullin Ilirik në shekullin e 8 para Krishtit. Pra rreth 300-400 vite mbasi kishte ndodhur zbulimi i hekurit, lufta e Trojës, prandaj si është e mundur që morën thjesht këto qytet-shtetet në luftën e Trojës, kur dim që ato u qasën në zonat ku jemi sot, u qasën rreth 300-400 vite më vonë. Juve e përmendët më herët figurën e Pirros, një nga mbretërit më të famshëm ilir. Ai ishte ai një nga kundërshtarët më të mëdhenj të Romës dhe a është e vërtet që në jugun e Italisë së sotme shtriheshin fiset ilire dhe ai shkoi për të ndihmuar në një farë forme vëllezërit e tij nga barbaria që po ushtronte perandoria romake aso kohë? Po. Atëherë Pirro e Pirit është, siç e thash para Ceka, i qik në momentin kur lindi, pra emri i tij vjen sepse çdo emër kishte domethënien e vet, pra Pirro, pi dhe jeton. Ai erdhi në Itali në atë kohë me ushtrinë e tij dhe është i famshëm se si solli për herë të parë dhe elefantët nga lindja mesme, pasi ato nuk ishin parë asnjëherë në Itali, ishte një kafshë që nuk njihej fare. Romakët nuk ishin parë kurrë. Janë kronikat e luftës në atë kohë që tregojnë që romakët u tërhoqën kur pan këtë përbillsh përballë, që ishte diçka e paimagjinuar, nuk kishin parë asnjëherë një elefant në jetën e tyre dhe nuk dinin që ekzistonte një kafshë kaq misterioze, kaq e madhe, kaq e fuqishme. Dhe Pirro në fakt pati një fitore me një hershme, pasi ishte një strateg i jashtëzakonshëm. Pirro bëri atë fushatën e famshme në Itali, që solli pra tham elefantët, solli një kafshë që kishin parë kurrë romakët, dhe në fakt ato trembën, humbën me një herë, turuan dhe u tërhoqën. Dhe Pirro fitoi betejën e disa përplasje me romakët, pasi ato u tërhoqën. Por ka mbetur si fitoria Pirros, pasi ai duke fituar betejat nuk pati më mbështetje, pasi nuk kishte më numrat e ushtarëve. Kishte shumë pak rezerva dhe u detyrua që të tërhiqej, megjithëse se ishte fitimtar. Pra ka mbetur një rast e pakta në historinë, në analet e historisë botërore, kur një fitimtar del në fund të ditës i humbur. Pasi ai u detyrua të tërhiqej, siç e thash, se nuk kishte prapavi, nuk kishte më mbështetje, nuk kishte më rezerva ushtarake, pasi ishte në tokë të largët nga zona e tij, pra ishte larg nga Epiri. Dhe ka mbetur ajo thënia si fitoria e Pirros.
Por është interesante pse erdhi Piro këtu. Në fakt Piro erdhi këtu sepse e thirrën ilirët e Tarantos, ilirët e jugut të Italisë dhe ato të Sicilisë. Dhe e thirrën për arsye se donin ishin të lirë, të mos pranonin atë sundimin romak, pasi dim që Roma në atë kohë ishte akoma republik, nuk ishte filluar akoma dalje në det. Pra përpara të gjithëve do të përpiqet që të pushtonte gadishullin italik përpara se dilte pastaj në arenën ndërkombëtare dhe të kishte atë suksesin e jashtëzakonshëm që pati për shekuj me radhë. Por pse erdhi Piro në Itali? Erdhi pra i thirrur nga ilirët. Po këto ilirët ku ishin? Ilirët ishin në Itali, ishin vendalin atë kohë. Të kujtojmë një shkrimtar, një historian të shekullit 20 që është shumë i famshëm, që quhet Ettore Pais. Ettore Pais ishte një historian sard me origjinë nga Sardenja, i cili thotë shprehimisht, banorët e parë të Bregdetit lindor të Italisë, pra do të thotë gjithë Bregdeti nga veriu deri në jug, pra nga Trieste, duke kaluar nëpër Veneto, duke arritur deri në Taranto, gjithë Bregdeti lindor i Italisë i ka qenë i banuar historikisht, banorët e parë ishin ilirë. Pra të përhershëm këtu. Ne kemi në Itali dhe sot ato shkrimet e famshme ilire, që kthehemi tek ajo që ilirët ka për atyre që thonë nuk kanë shkruar. Nuk është e vërtetë, ilirët kanë shkruar që shkeme të, kanë shkruar, por kanë shkruar me alfabetin pelazgjik. Dhe gjithë kjo nga tërës ndodh sepse ne në vitin 1908 zgjollëm që të kemi alfabetin që kemi sot. Le ta gëzojmë kjo alfabet, le ta mbajmë, le ta shijojmë pafundësisht. Por do ishte shumë e logjikshme në atë kohë që ne t'i kishim mbajtur paralel dhe alfabetin e të parëve tanë, pasi kemi shkrimet e para ilire në Itali që datohen të shekullit të 4 para Krishtit dhe të zbuluara nga një gjuhëtar që ishte Francesco Ribezzo, ai në librin e tij La lingua degli antichi messati, gjua e mesave antik të vjetër të lashtë, ai shkruan shprehimisht që këto shkrime mesapike i përktheu me shqipen e shekullit të 20. Pra arriti që këto 300-400 shkrime mesapike të dalura në Puglia të Italisë, ti përkthente me shqipen moderni, me shekullit të 20. Pra imagjino çfarë vitaliteti ka gjua shqipe që ka mbetur poshtu siç ishte një fosile e gjallë. Fosilet përgjithësi janë të vdekura, të mbaruara, gjua shqipe ka mbetur një fosile e gjallë. Dhe është i vetmi rast në gjithë kontinentin tonë evropian. Ne kemi sot në Itali gjithë fiset ilire që ishin në kohën e Piros dhe përpara Piros, pasi e dim që nga veriu në jug ishin ato të zonës së Veneto, që ishin ilirët Venet, kishin daunët, piqenët, kishin mesatët, japigjët, apulët dhe kishin më tej që ishin sikulit, që ishin në Sicili. Dhe vetë toponimia në Itali, toponimia lashtë në Itali, evokon në mënyrë të padiskutueshme atë qytetërim ilir që ishte pre-romak, atë qytetërim ilir që ishte këtu vendali, jo se erdhen ato me anije nga Durrësi apo nga Vlora dhe hajde dhe u nisën dhe erdhen në Itali dhe pastaj hapën qytetërinë e tyre. Në asnjë mënyrë ato ishin këtu, ishin vendali, ishin banorët e parë, sa unë dal në konkluzion shumë herë dhe kam diskutuar dhe me historian të këtij vendi, që i them ju jeni ilirë memorati, që keni humbur memorien e përkatësisë pasi komponenti latin mbi sundoi pastaj mije komponentin ilirë. Dhe në momentin e mbi vendosjes të qytetërimit pastaj latin, atëherë ai ilirë arriti të sfumohet gradualisht derisa kaloi në harres. Dhe sot në memorien kolektive italiane nuk ka një memorie kolektive që evokon ilirizmin, por evokojnë toponimia. Ja të marrë vetëm disa shembuj krejt elementar. Ke një ishull që është Sicilia, i japin shumë interpretime, por ka një ishull më të bukur se ai i Sicilisë. Ai është thjesht po ta ndash në silabi që thonë këto në rrokje, ajo është tek ajo që thash parë për emrin e Piros dhe për emrin e nënës së Aleksandrit, që duhet kishin një domethënie dhe toponimi duhet të kishin një domethënie. Si Cili a. Si Cili a. Si qielli është, po ta kthesh sot në shqipen moderne. Si Cili a. E bella, e stupenda, është e bukur, është e fantastike, pra është si qielli. Kjo është Sicilia. Në mes të Sicilisë dhe të kontinentit dhe të gadishullit, pra Apenin, kemi një qytet.
që quhet Messina. Ky qytet Messina gjendet midis ishullit dhe Gadishullit, pra midis Apeninëve dhe ishullit të Sicilisë. Si e ka emrin Messina. Pse ka Messina? Në Messina. Messina është një qytet që gjendet në mes, pra Messina. Pastaj ke Kalabrin, Brikalas të Kalabre, pastaj ke zonat të tjera të Italisë, ke më sipër deri në Ancona, Ankodra, ke sipër deri në Trieste që 3 është, pasi është në 3 kodra. Por kjo dhe gjërat më të thjeshta, gjërat errat, pasi toponimit një dhe lumejve, detrave, errave, ju jepshin dy tipe emërtimesh kanë pasur nga 2 subjekte, o pushtuesit ose vendalit. Pushtues ne nuk ishim tej, dihet, nuk ka histori që tregon që ne ishim tej pushtues të Italisë apo të Evropës. Ne kemi dytën, që ishin vendali, ishin njësoj. Pra këtu flitej, po e gjuhë që flitej në Shkodër, në Vlorë, në Elbasan, në Korfuz, në Ardë, në Prevez, në Prishtinë, në Ilirinë e Veriut, gjithë Dalmaci. Flitej, po e gjuhë që flitet sot në Shqipëri, në Kosovë, në Ilirit, në Qamëri, në Maltëzi, me Ulqinë, me gjitha. Pra ajo në Preshet, gjitha ajo gjuhë që flitet sot, në ato zona flitet edhe këtej. Ishte njëjti popull. Dhe kemi sot për shembull të marrë gjërat më elementare, errat, të marrë erën Bora në veri të Italisë, është një erë shumë e ftoftë, një erë e cila kur fryn ajo si albor, to e kanë atë shprehjen, quando soffia Bora che tira così forte, infrangono i vetri, porta neve, porta ghiaccio, pra sjell bor, sjell erë, sjell ftoft, sjell avull, po sjell bor, dhe si avull të Ilir, vento Bora, era Bora ka dhe sot. Apo një erë tjetër që e dim që është era Shirokut, kur fryn Shiroko, thojnë to, sjell gjithmonë shi, porta sempre la pioggia. Kush e sjell? Shiroku. Pse? Sepse shiun roku, kjo erë në zetë, rok shiun. Pra këto janë fjalë që në Itali janë sot e kësaj dite, apo kur thojnë italianët po shkojnë në vado a casa, shtëpis, i thojnë në lirishtën e vjetër casa, po ka një vend që ka më tepër kuptim me këtë fjalë se sa vetë shtëpia, një vend ku ka jetë, ku ka formento, ku ka alegri, ku ka diskutime dhe ku ka zëra. Pra një vend ku ka zan, kaza. Pra janë gjëra që janë kaq të prekshme në bazën gjuhësore italiane sot, apo kur thojnë për diçka që fut në gojë, ingojalo. Nuk thojnë imbokalo, ma ingojalo. Ingojalo, pra in i thojnë në, goja, ingoja, në gojë. Pra do të thotë shprehnisht e lidhur me bazën e gjuhësisë që ishte e njëjta, ajo pelazhike, ilirike, e cila dominonte në mënyrë pa diskutueshme gjithë qytetërimin evropian të asaj kohe. Prandaj, unë kohët e fundit kam biseduar dhe me disa gjuhëtar qoftë evropian të veriut, qoftë dhe këtu në Itali, kam diskutuar dhe nuk është diçka pa mundur mase që një ditë gjuha shqipe në bazë të këtyre kërkimeve të fundit që po bëjnë, në bazë të këtyre mapature të kësaj harte që po bëjmë të shtrirjes të gjuhës shqipe, bazës së saj në gjithë Evropën, mund të kërkojmë një ditë listimin në librin e shenjtë të mrekullive të botës në librin e UNESCO-s. Mund të jetë e largët, por patjetër që ne do ta synojmë, pasi është e mundshme. Qartë, zoti Kraja, jemi përsëri në Iliri, flasim për Teutën, për mbretëresht Teutën, jo si personazh, por për një mister që lidhet me një thesar të saj. Është e vërtetë që ka pasur një thesar të madh që pas vdekjes së saj është fshehur diku në Shqipërinë e sotme? Çështja thesarëve nuk është fusha ime, pasi nuk jam marrur asnjëherë, por unë do të kujtoj diçka që është thuhet për një thesar të Aleksandrit Madh, thuhet për një thesar përderi dhe të Ali Pash të Belens, thuhet për një thesar të shumë personazheve. Por thesari më i madh që ka lënë Teuta është ajo krenaria ilire. Krenaria ilire të cilën ajo nuk e holli poshtë, nuk e poshti as Roma e fuqishme që ishte në atë kohë, një fuqi në ekspansion, dhe ajo i qëndroi pallhap të Romës në momentin më të vështirë të Ilirisë dhe pati dhe sukses në atë qëndresën e saj në veprimtarinë qëndrestare. Ndërsa për sa i përket për thesarët, sinqerisht nuk jam marrur, por ta përsërisja një herë, krenarin që ka lënë Teuta dhe me gjitha duke qenë një mbretëresh femër,
flasim këtu për një periudhë të shekullit të 3 para Krishtit, një femër 2-3 para Krishtit, një femër që ishte mbretëresh kur në gjithë Evropën femrat në atë kohë nuk kishin të drejtë as të qëndronin përballë një burri. Pra imagjinojmë të kishim një mbretëresh femër. Kaq ishte e zhvilluar në atë kohë Iliria, kaq ishte qytetërimi jon që kishte Zanafill që në antikitet me ato figurat e mëdha që ka pas gjithmonë kombi që ka thellë themelet tek qytetërimi Pellas dhe Ilirë. Por Teuta kohët e fund kam dëgjuar që po i bëjnë dhe një statuj dhe është diçka për tu përkrah, për tu përshëndet, pasi ne jemi shumë të varfër nga aspekti dedikimeve të këtyre personazhe të mëdha që kemi. Ne nuk kemi një bust që i dedikojmë figurat të shquara të njerëzve që kanë jetuar në Shqipëri apo që ishin shqiptar. Qoftë Teutës, qoftë të Mbretit Gent. Ne kemi varrin e Mbretit Gent që është në Gubbio të Italisë. Ka një mauzole që është unik, i dhoj të vet i bërë nga romakët në shekullin e 2 para Krishtit. Pasi Mbreti Gent dim që ishte jo vetëm një mbret, por ishte edhe një doktor, i cili ai zbuloi atë dhimbjen që bëron të gjitha ato smundjet që vinin nga infeksioni në Beteja, nga plagosit në Beteja, që ishte Gentiana lutea, e quajnë këto, apo Gentiana i thojnë ne. Ndërsa Teuta do kujtoj një element që është i rëndësishëm tek Teuta, në momentin kur Lucio Coruncanio dhe kolegu i tij, dy të dërguarit e Senatit Romak, i erdhën në oborin e saj, ajo shpreh që nuk ishte në mundësitë e saj për të nalur dhe aktet e piraterisë në, sipas Polibios, thot Polibio që Teuta i tha që nuk mund t'i ndalë që të zjerrin përfitim nga deti i lirë. Por diçka e tillë ndodhi, pati një përplasje dhe ju i përzuri nga pallati. Sipas gjitha atyre që njohim ne nga historia, thonë që Teuta pastaj çoi ilirët në det dhe e vran njërin nga dy dërguarit e Senatit Romak. Kjo është një trillim i papar, për arsye se nuk ka asnjë logjik që kjo të kishte dy të dërguarit e Senatit Romak të kishte në pallat dhe t'i lente që t'iknin dhe të vritte njërin prej tyre në det të hapur dhe të linte tjetrin gjallë për të qenë akuzë kundër saj. Pra ishte diçka e pamundur. Këtë Polibio, sa do e thoja? Polibio thotë që kjo e bëri. Por unë të kujtoj një fakt tjetër që unë kam gjetur këtej dhe kam shkruar tek libri im që titullohet 24 pranor shqiptar në udhëheqjet të Romës, 24 imperatori albanese la guida di Roma, bestseller në vitin 2000-2001 në Itali. Ky libër sjell për herë të parë atë që ka ndodhur me të vërtetë. Pasi kam gjetur gjitha dorëshkrimet historike të kohës, kronikat e kohës, të cilët grekët në atë kohë, helenët në atë kohë, qëndronin pasi dim që Teuta i kishte pushtuar deri poshtë, ishte marrë gjithë ishujt edhe një herë, ajo kishte në atë kohë, Teuta kishte kaq forcë të madhe, sepse ishte agroni, ishte mbreti që kishte pasur shtrirjen më të madhe në atë kohë të mbretërisë ilire, dhe Teuta që e pasoi si regjente e mbretit Pina, se ishte shumë i vogël, ai vazhdoi dhe ajo vazhdoi atë projektin e agronit dhe ato shkonin në mënyrë të përhershme tek dera e Senatit Romak, duke u ankuar për këtë mbretëresh ilire e cila po i shkatronte ekonominë qyteteve helene dhe komerçet që bënte, pra tregtisht që bënte me Romën në atë kohë. Dhe i luteshin çdo ditë që ato të ndërhynin kundër saj. Dhe kjo me siguri ka qenë një vrasje paramenduar nga ato në det të hapur, duke vrarë vetëm njërin nga dy të dërguarit, duke lënë tjerën dëshmitar të akuzës për të akuzuar në mënyrë pastaj të parikuperueshme mbretëreshin për ta bërë atë një mbretëresh vrasëse, sepse dim që një ambasador është i paprekshëm, pasi ambasadori nuk ka asnjëherë fajin non porta pena, dikon në italianët. Pra ambasadori është gjithmonë ai që sjell fjalën e tjerëve, por është i paprekshëm. Dhe e bën qëllimisht për ta zhytur në të batak dhe ato pastaj dim si filloi lufta dhe ato të parë që tralltuan Teutën ishin ato komandantët helen që ai kishte marrë, si ishte Demetrio di Faro, Demetri i Faros, që ishte një ushtarak helen, i cili ishte i pari që tralltoi dhe mori krahun e romakëve, dhe pastaj dim se si shkoi gjithë historia mas 3 luftrave të përgjithshme. Roma arriti, që ishte në kulmin e saj, arriti që të pushtonte Ilirin, pastaj edhe dim si dolli, por të kujtojmë një fakt që është shumë interesant.
nga shekulli i dytë e mbrapa, pra nga fillimi i shekullit të tretë, për 200 vite perandorinë romake e udhëhoqën Ilirët. Dhe dim që në atë kohë perandoria romake po ikte drejt dekadencës. Dhe ai që nxiti edhe një herë në Zorë edhe një herë në Pa ishte në vitin 270 perandori që themeloi atë plejadën e 24 perandorëve njëri pas tjetrit, që ishte Klaudio i dytë. Claudio il Gotico e qunin këto sepse i kishte shkatruar gotikët në atë kohë, i kishte marrë parë në kohë dhe e qunin Claudio II il Gotico. Dhe që nga i moment deri për 200 vite, deri në rrënjën e saj përfundimtare, Romën e drejtuan Ilirët. Asa Ilirët kanë dhënë më shumë perandor se vetë romakët të lindur, pra ato që ishte, si thua, të gjakut romak. Pavarësisht se dhe aty ishte komponenti i Ilirë, dhe në Romën e lashtë, pasi e dim që ishin albanët, dhe ka dëshmi të Cezar Augustus, të Julius Cezarit, në lidhje me këtë dhe të Ciceronit, të kujtojmë, në lidhje me këtë që sapo thash. Por, të kthehemi tek perandorët, dhanë pra 24 perandorë, me shtyre perandorë të kalibrit të jashtëzakonshëm, si Diokleciani, si Aureliani, si Konstantini i Madh. Djali një shetje shqiptare që ishte Shet Elena, kur ka shumë që e bëjnë Elenën e bëjnë greken, sepse dojnë ta kapim diku Konstantinin e Madh, pasi jati ishte Ilir dhe dihet që ishte Ilir nga qyteti Nish. Por ama duhet nga emri Helena arrin që vetëm nga emri i saj arrin që ta bëjnë që është greke. Absolutisht nuk ishte greke, pasi ishte njeriu më i afërt që kishte Konstantini i Madh, dhe Konstantini i Madh është historik, jo nuk dinte asnjë fjalë në greqisht. Pasi sa herë që vinin ato për t'u ankuar ato Helenët nga ato ishit për çështje të tregtisë, për çështje që vënë në uborrin e tij mbretëror në Konstantinopol, ai i thirrte të përkthyes, pasi nuk dinte greqishten as pak. Pra një djalë i një greki që e ka personin më të afërt atë, edhe nuk ai pranoi kristianizmin, krishterimin e pranoi për t'i bërë shefin nënës së tij, Elenës, e cila ishte sipas gjithë gjasave, sipas legjendës, thotë që ka gjetur kryshin ku u kryqëzua Krishti. Pra ai për hatër saj lejoi krishterimin dhe nuk mësoi një fjalë nga greqishtja e pamundur. Siç është fakti tjetër që thonë që ishte latinizuar dhe ishte i dashuruar mas Romës. Është një fakt historik që ai Romën si kishte parë kurrë në jetën e tij. Ai kishte jetuar gjithkohë në liri, kur e shpallën perandor legionarët e tij, pasi kujtojmë që në atë periudhë ishin legionarët që bënin ligjin, ndërsa parlamenti romak, që ishte senati romak, ai kufizoi vetëm për bërë noterin. Pra aprovonte atë që vendoste ushtria. Dhe kur hyri në Rom për të bërë perandor në mënyrë legjitime, pra nga senati për të vënë atë kurorën perandorake, ai pa Romën për herë të parë. E kupton se sa mund ishte romak tash nga shpirti, nga vokacioni, nga dëshira, nga pasioni, zero. Pra domethënë që këto ishin figura të mëdha që unë dal në konkluzion dhe këtu që perandoria romake ishte po aq e mire sa ishte dhe romake. Pasi zanafilla e zhvillimit të saj, e ekspansionit të saj më të madh kur arrin në 5 milion km2, u bën në Ilirë dhe në kohën kur i referohen Konstantinit të Madh, në kohë paqe perandoria romake ishte në këmbë 19 legjione. Çdo legjion kishte nga 5 deri në 6.000 ushtarë. Dhe nga këto 19 legjione, 10 legjione i jepte vetëm Iliria. Dhe këto i kishte në komandën e tij Konstantini i Madh. Prandaj atë e shpallën vetë ushtarët e tij, e shpallën perandor dhe u vendos për kurorën në Rom. Dhe ai iku nga Roma sepse donte të krijonte një kryeqytet të ri për Ilirën. Dhe në gjithë ato që kanë gjetur në arkiva, rezulton që me shumë mundësi ai ka bërë në atë kohë Konstantinopolin vetëm për t'i dhënë një kryeqytet të pavarur, pra nga Roma që po binte në dekadencë, për t'i dhënë një kryeqytet të pavarur tyre Ilirëve. Asa në atë kohë, janë dëshmi historike këto, flitej në oborrin e tij, flitej gjua ilire, flitej pra shqipja e lashtë. Nuk kishte asnjë gjuhë tjetër. Pastaj mrapa ndryshun gjërat për të arritur deri në shekullin 19, kur mallkimi më i madh ndaj gjuhës shqipe bëri që shqipja të ishte gjua për njërin, të ishte gjua e djallit, për tjetrin gjua e shejtanit. Për perandorin otoman, për sultanin ishte gjua e shejtanit, për atë të Konstantinopolit patriarkut ishte gjua e djallit, prandaj u vendos shekull 19 që shqipja të ishte të zhdukej sepse shqipja ishte ajo që ishte qelsi, që hidhte poshtë gjithë gënjeshtrat që janë bërë në historinë, jo vetëm të Shqipërisë, por në historinë evropiane. Pasi të kujtojmë një element tjetër
që është shumë i rëndësishëm dhe ky, për një shqiptar që ka themeluar një shtet në Europë, dhe ky ishte një pape me origjinë shqiptare që ishte Kajo, San Kajo në shekullin e 3 mas Krishtit. Ai udhëhoqi kishën në atë kohë botërore, duke qenë pap dhe thirri nga ishulli i Dalmacisë në atë kohë arabe, thirri nipin e tij për të bërë përhapjen e krishtërimit në zonën e Italisë veriut dhe të lindjes, që ishte zona Veneto dhe Emilia Romagna. Ai erdhi në Romagnë në atë kohë, u tërhoq në brendësi pasi ishte i kërkuar nga romakët, pasi ato ishin në atë kohë që i sulmonin kristianët, për arsye të tyre që pastaj mund të rrim të diskutojmë, dhe pasi ishin të parakoshëm, ta themi dy fjalë, kristianët ato ishin të parakoshëm, ato thonin që sklavi është njësoj si unë, ai robi është njësoj si unë, vlla ky. Por kjo është shumë e përparuar, është për të sotme mbase, por jo për rreth 2000 vjet para. 2000 vjet para, nëse nuk ishte ai shfrytëzimi ndaj atyre sklavëve, i gabuar, gabuar, ko ishte shoqëria atëhershme. Dhe këtu i thonin jemi vëllezër, dhe kjo ishte ajo për ta thënë guri themelor që i bën të romakët që ti kishin inat dhe ti persekutonin. Dhe në atë kohë erdhi Marino, quhej nipi i tij, dhe themeloi mes tjerave një qytet në vitin 301 mas Krishtit. Republikën më të vjetër që është sot në këmbë në Evropë e pa ndryshuar kurrë, Republikë prej 1724 vite. Dhe kjo quhet Republika e San Marinos, e bërë në territor italian dhe është e paprekur asnjëherë për 1700 vite. As sa gjithë shtetet tjera kanë pasur herë republikë, herë monarki, herë pushtuar, këto janë të vetit krenar, një republikë rreth 30.000 banor, por e ngjitur majë një mali që janë të paprekshëm, asnjë nuk i ka pushtuar kurrë. Pra kjo është historia e një shqiptari që ishte Marino për të bërë shek me vonë San Marino. Por dhe një element tjetër të asaj periudhe kur ai nisi një tjetër shqiptar drejt veriut të Evropës dhe shpërfundoi në Angli. Dhe ky ishte Albani dhe ishte pikërisht i dërguar nga Papa San Kajo, një papa me origjinë shqiptare. Pasi dim që ishin disa papat me origjinë shqiptare, por San Kajo ishte i pari i listës të atyre që kishin origjinë shqiptare. Dhe Kajo e dërgoi në Angli dhe ai u bë shek. Shën Albani, St. Albans është një qytet që është afër Londrës, pak kilometër nga Londra, është qytet shumë i bukur, ka një katedrale që i dedikohet atij, shumë e bukur ajo, dhe ky ishte Shën Albani kur shkoi për të hapur qytetrimin atje, jo vetëm fen, por një gjitha qytetrimin i lirë, qytetrimin parandimor të sotëm, i cili në atë kohë në Angli nuk njihej. Angli në atë kohë banorët flinin akoma nëpër shpella dhe banonin sipër pembe, por ky arriti që të çonte atë pra vokacionin e tij të çonte qytetrimin e tij dhe përhapi kudo. Ra atje martir, e vran romakët, dhe një element shumë i bukur ky, i trishtueshëm, por shumë i bukur në aspektin e asaj besës shqiptare, të fjalës të dhënë shqiptare, kur miku nuk tralltohet. Kur i çoi papa një emisar për t'i dhënë udhëzime, ai e thirri në shtëpi, romakët po e ndiqnin këtë emisar që kishte ardhur për të bërë ai atë hapjen e krishtërimit në Angli. I shkuan në shtëpi Albanit, i trokitën dhe i kërkuan mikun. Ai tha po shkoj ta thras. Veshi atë tunikën e tij, është historik, jo veshi atë petkun e tij, vuri atë kapuçin e tij që kishte të murgut dhe u dorëzua tek romakët. Ja tha, un jam ai që ka marrë nga Roma dhe ato i putën kokën dhe u bashën. Pra imagjinojmë ti kolosin e shqiptarizmit. Pra çfarë figurash ka lënë shqiptarizmi? Pra njerëz të besës, njerëz të fjalës, njerëz të miqësisë, gjithë ato që janë shkruar pastaj për shekuj me radhë, për të ardhur deri në fund tek një italian që shkruajti për mikpritin shqiptare, që ishte zbuluesi i butritit të sotëm, që në vitet 20 ai tha që mikpritja në Shqipëri është kavalereske e denj për bojnë. Pra, ky ishte Luigi Ugolini, ai që zbuloi butritin, një qytet në gjykimin tim i më i vjetri që ka kontinenti jon, pasi nëse marrim referencë Virgilio, që është vepra e tij Eneida, ai na tregon midis mitit, midis legjendës, por dhe historisë, na tregon se si erdhi Enea në shekullin e 12 para Krishtit në Butrit ku gjeti Elenon dhe Andromaken, dhe u nis nga Butriti me qëllim për të themeluar një Trojë të re. Dhe ai bëri gjithë ato gjirë nëpërmes dhe dikur arriti në Lazio, ku brezat e mëvonshëm, përmes dirit tij themeloi përmes Asganit, Ascani thënë italianët, pra përmes Asganit themeloi Albalongën dhe në vonë gjenerata tjera themeluan Romën. Një qytet që është ka emrin të pa diskutueshëm në themel të këtij emri ka atë origjinën shqipe, pasi po ta marrim dhe Romën.
qofse e marrim dhe e mendojmë vetëm pak përse bëri Romën. E bëri që masi u shem Troja, donte që të ishte një qytet tjetër i pathyeshëm, një qytet i përjetshëm, një qytet që do jetonte përgjithmonë, një qytet që do jetonte në përjetësi. Prandaj ishte një qytet që do kishte një urim. Dhe prandaj avuri Roma, që do thonte Roma, ro përgjithmonë, ro përjetësi. Dhe sot romakët, e sotëm, qytetarët të Romës e quajnë la città eterna, qyteti përjetshëm. Por po të marrësh Roma në italisht, apo latinisht, apo në greqisht, helenisht, nuk ka si kuptim me ngjashmëri me qytetin e përjetshëm, por Roma, po, e ka akoma thënë për malësitë e veriut, Roma burr, Roma qytet, Roma mal, Roma lum, pra Roma, ro përgjithmonë. Ky ishte urimi më i mirë që u dha Romës. Dhe kjo shpjegon atë me fjalë që gjeneza e shumë qyteteve evropian, shumë vendeve në Evropë ka lidhje me Shqipen, pra jo se ta përsëris prapë se gjithmonë kemi atë idenë, ne kaq të vegjël, si është e mundur, ne kaq të vegjël pasi kemi pushtuar gjithë botën, gjithë Evropën. Jo, nuk është ajo. Ne ishim të mëdhej dikur, ne ishim jashtëzakonisht të hapur, por u mbyllën për arsye se ta përsëris prapë. Kur Roma kishte 19 legjione, 10 legjione ishin i lirë. Pra duke u vrarë, duke luftuar, duke dhënë jetën në mënyrë të vazhdueshme, duke u sulmuar pastaj dhe nga tjerët, ne arritëm që të zbogloheshim kaq sa emi sot. Por komponenti i lirë jeton në DNA në njerëzve, qoftë në Itali, qoftë në Greqi, qoftë kudo tjetër në Austri dhe në tej, jeton ajo baza gjenetike në shumë prej tyre dhe mbi të gjitha toponimia, emër vendet, emrat e lumeve, emrat e qyteteve, janë pafundësisht. Zotë Kraj, faleminderit shumë që ishit me ne, faleminderit shumë për informacionet që ju na servirët me bollëk edhe shumë të sakta. Faleminderit shumë.